Për këtë proces që po flasim sot, Partia Liberale Egjiptiane e jap votën, e jap mbështetjen. Ka qeveri që e votojmë e cila nuk na respekton. Kohën e fundit janë bërë interpretime të ndryshme varësisht prej interesave të caktuara. Unë jam vetëm Berisha, përfaqësoj Partinë Liberale Egjiptiane. Kam pasur ndrim prej ditës parë për çdo proces që ka rrjedhur deri tash. Jam I gatshëm, sot e kemi një agjendë e cila është para nesh. Është konstituimi I kuvendit, është betimi jon edhe zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Për këtë proces që po flasim sot, Partia Liberale Egjiptiane e jap votën, e jap mbështetjen sepse dëshiron me nis institucionet e Kuvendit të Kosovës sa më parë. Për proceset e tjera, që janë të tjera siç e dini, ne kemi pas diskutime, akoma s'kemi mrinë atë fazë, nuk e kemi një marrëveshje. E kam thënë, në rast se varet vota ime për ndërtimin e institucioneve, unë do ta sakrifikoj votën time për fillimin e punës të qeverisë. Do ta votoj në ditën e qeverisë, por nuk nënkupton se unë jam pjesë asaj qeverie e cila nuk e respekton komunitetin egjiptian, nuk I respekton kërkesat e Partisë Liberale Egjiptiane, nuk na respekton si të tillë. Pra s'ka qeveri që e votojmë e cila nuk na respekton. Do doja që interpretimi me kon kështu I qartë, ashtu siç e kam thënë dhe jam I gatshëm të bëj më të mirën. Nuk jemi bllokues, por asesi nuk e sakrifikojmë interesin e atyre që na kanë zgjedhur. Sot? Jo, s'jam pjesë e komisionit. Unë jam deputet I pavarur, edhe unë nga këtu administratën, kam vrejtë për administratën, sepse duhet të ftohemi me kohë, ne udhtojmë, edhe duhet të kemi komunikim, edhe të na një udhtojmë me kohë të mërim. Domethënë kjo për mua është shumë e padrejtë se ne që kemi përcaktim të pavarur, nuk njoftohemi dhe kjo mendoj që për administratën është vrejtje sepse ne duhet të njoftohemi me kohë. Zotëri Berisha, a vjen që sot do të votuhet për verifikimin e mandateve? Unë, nëse vjen votim, e votoj verifikimin e mandateve, pse mbaj qëndrim. Pushtetet janë të ndara, pushtetet legislativ, ekzekutiv, gjyqësor, gjithçka është e definuar. Mendoj që ne duhet të shohim, nuk është pengesa tek ne. Pengesa janë tek partitë e mëdha, të cilët kanë çështje të caktuara, por pengesa asnjëherë s'është tek ne. Por në raport me qeverinë ne nuk e kemi akoma një vendim dhe do të jemi shumë transparent. Veç lutje për ju, mos interpretoni ato që nuk është thënë. Absolutisht, nuk votojmë asnjë qeveri që nuk na respekton, sepse jemi partitë e fundit të respektojmë. Sigurisht, absolutisht, për sa jemi me marrë përgjegjësi të mjaftueshme që ne kemi me mujt me implementu programin tonë në qeveri. Faleminderit juve.